Presidentja bullgare Iljana Jotova deklaroi se Sofia zyrtare nuk do të heqë dorë nga bullgarat në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe do të vazhdojë të mbrojë të drejtat e tyre. Kreu i shtetit theksoi se Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut ndajnë histori të përbashkëta dhe nuk kanë asgjë për të ndarë. Jotova kundërshtoi provokimet dhe poshtërimet ndaj të cilave u nënshtrohen qytetarët e vendit fqinj perëndimor me vetdije kombëtare bullgare. Няма как днес да не отбележим и друго. Колко много омраза и колко много разделение днес в Република Северна Македония се говори за българите. А историята ни е обща. Какво има да делим? И днес провокации, унижение. Това е работа на нас, политиците. Но това е работа и на всички хора, за да възстанем срещу тази омраза и срещу това разделение. Ние вас няма да предадем. Няма да се отречем от вас. И ще пазим вашите права на всеки един човек. И това не е политическа декларация. Ajo ka deklaruar se ky është leximi i vërtetit testamentit të ilindenasve, të cilët e dinin se vetëm me unitet mund të bëhet bashkimi i një populli. Jotova gjithashtu bëri thirrje bullgarëve të ngrenë kokën me krenari duke ndjekur shembullin e paraardhësve të tyre, këta heronj që po na shikojnë nga lart, tani do të shikojnë me një buzëqeshje dhe do të thonë se ne jemi të denjë për sakrificën e tyre, ka deklaruar presidentja bullgare.